Nderuar anëtar aktivistë në mbështetës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dua fillimisht të drejtohemi me mirë të thellë, me respekt të jashtëzakonshëm dhe natyrisht me ndjenjën e përgjegjësisë që kam bërë përgjithmonë para jush. Faleminderit të gjithë atyre që na kanë besuar për çdo përpjekje, për çdo ditë punës dhe shpresës të bashkët. Faleminderit secili qytetar që beson në programin tonë dhe në ekipin tonë. Faleminderit atyre që nuk besuan këtë herë, sepse edhe refuzimi është pjesë e demokracisë, pjesë e mësimit, pjesë e korrigjimit. Rezultati i DDK-s nuk është ai që e kemi pritur, nuk është ai që unë si kryetar kam dëshiruar ta shoh ndonjëherë. Ky është një moment reflektimi i thellë i përgjegjësisë dhe seriozitetit politik. Kur qytetarët e Kosovës flasin, ne duhet të dëgjojmë, kur populli jep verdiktin e vet, ne duhet patjetër ta respektojmë. Demokracia funksionon kur udhëheqësit janë kaq që ndajnë përgjegjësi, jo vetëm kur fitojnë e kur kanë fest, por edhe kur kanë humbje si kjo e sonte. Këto 5 vite që kam udhëhequr me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kam bërë dhe kam vepruar gjithmonë ashtu siç kam besuar se është më e mira për LDK-n, për strukturat tona, për besimin e qytetarëve dhe për të ardhmen e kësaj shtëpie politike me peshë të madhe historike për Kosovën. Megjithatë, sot duhet të them hapur dhe me ndeshmëri, nuk kam arritur ta çoj LDK-n aty ku kam besuar se duhet të jetë. Kam ndërtuar ekip me njerëzit më të mirë që kam besuar. Kemi ndërtuar program të plot, serioz dhe modern. Kemi bërë një fushatë dinjitoze dhe të përgjithshme që nuk i ka munguar asgjë në përmbajtje e as në përkushtim. Por ky është verdikti qytetar dhe para këtij verdikti por ulemi të gjithë, sepse kështu funksionon demokracia, sepse qytetari gjithmonë ka të drejtë. Në këtë pikë dua shpresoj që mbështetësit të LDK-s ti kem përfaqësuar unë dhe ekipi ynë me dignitet, me përgjegjësi e që i kemi bërë krenar në vazhdimsi. Është partia që ka udhëhequr vendin në momente më të rëndësishme historike, është partia që ka mësuar kulturën e lirisë, qytetarisë dhe të përgjegjësisë. Dhe sot në këtë moment sfide, LDK ka nevojë për unitet, për reflektim të thellë dhe një fazë të re, të sinqertë brenda vetës. Ka nevojë të dëgjojë më shumë, të hapet më shumë, të rinovohet më shumë dhe më gëzimshëm. Për këtë arsye, duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të rras me njëherë kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe para tij do të shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. Dua të falenderoj sonte të çdo aktivist, çdo kandidat, çdo vajzë djalë, çdo familje që punoi pa lodhur. Ju jeni arsyeja pse LDK ka ekzistuar dhe do të vazhdojë të ekzistojë. Edhe në këtë moment dua të përcjell një mesazh qetësie, maturie dhe shpresë. Kosova megjithatë do të ecë përpara. Demokracia jonë do të maturohet e shpresa nuk ka më humbas asnjëherë. Dhe për te politikës, sot është një moment thellësisht njerëzor edhe për mua. Siç e dini, kam 2 vajza Erën dhe Rozën, të cilave u kam bërë kohë prani dhe përqafime të mbetura për gjatë këtyre kohëve të ngarkuara. Do të kthehem me kohën që kemi për të rikuperuar këto momente bashkë, me dashuri, me qetësi dhe me mirënjohje për çdo sakrificë që ato kanë bërë në heshtje për mua. Ju falenderoj edhe nga zemra për besimin, për bashkëpunimin, për ndjenjën që më keni dhënë, të udhëheq Lidhjen Demokratike të Kosovës në këtë fushatë elektorale. Do t'i bëjmë gjitha analizat, do të parë nga përgjegjësia ime, sekretari i partisë deri tek funksionimi strukturor, por ndjeni që fillimisht të diskutoj këtë çështje me kolegët e partisë, me ata që kemi bërë bashkë edhe momentet e mira dhe momentet e vështira, por le të themi se ky rezultat ishte i papritur për Lidhjen Demokratike të Kosovës, sidomos për një periudhë të shkurtë, 10 mujore që nga mbajtja asgjë. Për gjitha çështjet do të diskutojmë me kuvendin e jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zavgjiku i do në zonë gazetar dhe televizionit Vazhini, a konsideroni dërheqjen apo presni një vendim të kuvendit të LDK-s që po thonë që do mbledhin, pastaj do të vendosni? Të gjitha janë në diskutim për kuvendin, është shmatërisht do dërheqja, pa asnjë diskutim. Faleminderit shumë.